Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizioni, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 15 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1525. Betejë e Frankenbaunit mbyll luftën e Presantit. 1567. Mbretëresha skoceze Mary martohet me James Hepburn, burrin e saj të tretë. 1701. Lufta e suksesionit spanjoll fillon. Lindje 1859. Lindi Pierre Curie, fizikan dhe kimist francez. 1890. Lindi Salini Vica, patriot, publicist, nderi kombit. 1916. Lindi Fadil Hoxha, politikan shqiptar nga Kosova. 1921. Lindi Guri Madhi, piktor shqiptar. 1922. Lindi Adil Qerçani, politikan shqiptar, ish kryeministër i Shqipërisë. Vdekje 1886. Vdiq Emily Dickinson, shkrimtare amerikane. 2010. Vdiq Muharrem Berisha, matematikan, akademik dhe profesor shqiptar. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare e familjes. Për sot kemi përgatitur biografinë e Molière, një nga figurat më të ndrituara të letërsisë botërore që holli themelet e komedisë franceze. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Jean-Baptiste Poquelin, i njohur me emrin e tij të skenës Molière, ishte një dramaturg, aktor dhe poet francez, i konsideruar gjërësisht si një nga shkrimtarët më të mëdhenj në gjuhën franceze dhe letërsia botërore. Veprat e tij ekzistuese përfshin komedi, farza, tragjikomedi, komedi, balet dhe më shumë. Dramat e tij janë përkthyer në çdo gjuhë kryesore të gjallë dhe duke luajtur në komedi français më shpesh se ato të çdo dramaturgu tjetër. Ndikimi i tij është i tillë që gjuha frënge shpesh përmendet si gjuha e Molierit. I lindur në një familje të begatë dhe pasi kishte studiuar në kolegjin de Clermont, Molieri ishte i përshtatshëm për të filluar një jetë në teatr. 13 vjet si një aktor shëtitës e ndihmuan atë të përmirësonte aftësitë e tij komike ndërsa filloi të shkruante, duke kombinuar elementet e komedia dell'arte me komedinë më të rafinuar franceze, nëpërmjet patronazhit të aristokratëve, duke përfshirë Filip i Parë, duka i Orleansit, vëllai i Louisit. Molieri siguroi një performancë komanduese përpara mbretit në Louvre, duke interpretuar një dramë klasike nga Pierre Corneille dhe një farsë të tij. Doktori i dashuruar, Molierit i u dha përdorimi i Salle du Petit Bourdon pranë Louvrit, një dhomë gjerë e caktuar për shfaqje teatrale. Më vonë, atij u dha përdorimi i teatrit në Palais Royal. Në të dy vendet, Molieri gjeti sukses në mesin e parisienëve me shfaqje të tilla si Zonjat e pjekura, Shkolla për burrat dhe Shkolla për gratë. Ky favor mbretëror i solli një pension mbretëror trupës së tij dhe titullin Trup Doroj, trupa e mbretit. Molieri vazhdoi si autor i zyrtar i argëtimeve gjyqësore. Megjithse adhurimin e oborrit dhe parisienëve, satirat e Molierit tërhoqën kritika nga qarqe të tjera për pandeshmërinë e Tartuffe. Kisha katolike në Francë e denoncoi këtë studim të hipokrizisë fetare, i cili u pasua nga një ndalim nga parlamenti, ndërsa Don Juani u tërhoq dhe nuk u rindërtua kurrë nga Molieri. Puna e tij e palodhur në kaq shumë cilësi teatrale ndikoi në shëndetin e tij dhe në vitin 1967 ajo detyrua të bënte një pushim nga skena. Në vitin 1673, gjatë një produksioni të shfaqjes së tij të fundit, Invalidi imagjinar, Molieri, i cili vuante nga tuberkulozi pulmonar,
u kap nga një koll dhe nga një hemoragji teksa luante arganin. Ai përfundoi performancën duke u rrëzuar përsëri dhe vdiq disa orë më vonë. Molieri vuante nga tuberkulozi pulmonar, ndoshta infektuar kur u burgos për borxhe si i ri. Rrethanët e vdekjes së Molierit më 17 shkurt 1673 u bën legjend. Ai u rrëzua në skenë nga një sulm i kollës dhe hemoragjisë teksa interpretonte në shfaqjen e fundit që kishte shkruar, e cila kishte balet luksoz të interpretuara në muzikën e Marc Anton Charpentier dhe që për ironi titulloi Le Madame Imaginaire, Invalidi Imaginaire. Molieri insistoi të përfundonte performancën e tij. Më pas ai u rrëzua përsëri në një tjetër hemoragji më të madhe përpara se të çojë në shtëpi, ku vdiq disa orë më vonë, pa marrë rritjet e fundit sepse 2 prift të ri refuzuan ta vizitonin, ndërsa një i tretë përriti shumë vonë. Besytnia se jeshilja sjell fat të keq për aktorët thuhet se ka origjinën nga ngjyrja e veshjes që kishte veshur në momentin e vdekjes. Sipas ligjit francez të asaj kohe, aktorët nuk lejoheshin të varroseshin në tokën e shenjtë të një varreze. Megjithatë, eveja e Molierit, Armande, e pyeti mbretin nëse bashorti të saj mund t'i jepte një varrim normal natën. Mbreti pranoi dhe trupi i Molierit u varros në pjesë të varrezave të rezervuara për foshjat e papagzuara. Në 1792, eshtrat e tij u sollën në Muzeun e Monumenteve Franceze dhe në 1817 u transferuan në varrezat Père Lachaise në Paris, afër atyre të La Fontaine. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për pyetjen që çdo person i kohëve të fundit është interesuar. Sipas një studimi që ka bërë bujë të madhe kohët e fundit, ne do t'ju tregojmë në mënyrë të shkurtuar se çfarë ndodh me trurin e njeriut pas vdekjes. Neuroshkencëtarët kanë regjistruar aktivitetin e një truri njerëzor që po vdes dhe kanë zbuluar modele ritmike të valëve të trurit rreth kohës së vdekjes që janë të ngjashme me ato që ndodhin gjatë ndërrimit apo meditimit. Tani, një studim i publikuar në Frontiers një pasqyrë të re në një rol të mundshëm organizativ të trurit gjatë vdekjes dhe sugjeron një shpjegim për rikujtimin e jetës në provojat afër vdekjes. Imagjinoni të rijetoni të gjithë jetën tuaj në hapësirat e sekondave, si një rufeju jeni jashtë trupit tuaj duke parë momente të paharrueshme që keni jetuar. Ky proces, i njohur si kujtimi i jetës, mund të jetë i ngjashëm me atë që është të kesh një provojë afër vdekjes. Çfarë ndodh brenda trurit tuaj gjatë këtyre provojave dhe pas vdekjes? Janë pyetje që i kanë hutuar neuroshkencëtarët për shekuj. Megjithatë, një studim i ri sugjeron që truri juaj mund të mbetet aktiv dhe i koordinuar gjatë dhe madje edhe pas tranzicionit drejt vdekjes. Kur një pacient 87 vjeçar vuante nga epilepsia, Dr. Raul Vicente nga Universiteti i Tartu, Estoni, përdorën EEG për të zbuluar krizat dhe për të trajtuar pacientit. Gjatë këtyre regjistrimeve, pacienti ka pasur atak në zemër dhe ka ndërruar jetë. Kjo ngjarje e papritur i lejoi shkencëtarët të regjistronin aktivitetin e trurit njerëzor. Ne matëm 900 sekonda të aktivitetit të trurit rreth kohës së vdekjes dhe vendosëm një fokus specifik për të hetuar se çfarë ndodhi në 30 sekondat para dhe pasi zemra ndaloi së rrahuri, pak para dhe pasi zemra ndaloi së punuari. Ne pam ndryshime në një brez specifik të lëkundjeve nervore, tash të quajturat lëkundje gama, por edhe në të tjera si lëkundje delta, teta, alfa dhe beta. Lëkundjet e trurit, të njohura më shpesh si valët e tij, janë modele të aktivitetit ritmik të trurit, që normalisht janë të pranishme në trurin e gjallë të njerëzit. Llojet e ndryshme të lëkundjeve, duke përfshirë gamën, janë të përfshira në funksione të larta njohëse, të tilla si përqendrimi, ëndërrimi, meditimi, rikthimi i kujtesës, përpunimi i informacionit dhe perceptimi i vetëdijshëm, ashtu si ato që lidhen me rikthimin e kujtesës. Ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 15 maj 2026 do të karakterizohet nga moti paqëndrueshëm me rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe kthjellime të herë pas hershme në juglindje. Paraditja do të sjellë rreshje shiu në zonat qendrore dhe veriore, ndërsa në jug priten intervale me vranësira dhe rreshje të dobta lokale.
Pasditja vijon me mot të freskët dhe reshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar, rreth 2 deri në 4 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 14 deri në 21 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 19 gradë Celsius, Peshkopi 10 deri në 18 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 22 gradë Celsius, Durrës 15 deri në 21 gradë Celsius, Kavaj 13 deri në 21 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 22 gradë Celsius, Berat 12 deri në 23 gradë Celsius, Korçë 6 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 16 deri në 23 gradë Celsius, Gjirokastër 10 deri në 20 gradë Celsius, Sarandë 13 deri në 22 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 15 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i ndryshueshëm me intervale me diell dhe reshje lokale në disa zona. Paraditja do të jetë kryesisht me vranësira të pjeshme, ndërsa pasditja sjell kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Reshje të lehta shiu priten në disa zona perëndimore dhe lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:57 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 10 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 19 gradë Celsius, Skënderaj 11 deri në 19 gradë Celsius, Pej 10 deri në 16 gradë Celsius, Prishtinë 11 deri në 20 gradë Celsius, Gjakov 10 deri në 19 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 10 deri në 19 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 20 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 19 gradë Celsius, Suharek 11 deri në 19 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 20 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kemi arritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe rrjetet tona sociale: TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rehat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.